me qytetarët e Tiranës, edhe në kushtet e rrëmbimit në qeli, është detyrim imi ndaj qytetarëve të këtij qyteti. Besimi im se vota e lirë është më e fortë se kulisat politik, është fuqia që më shtyn ta bëj këtë betejë sot këtu përpara jush edhe përpara të gjithë shqiptarëve. Bindja ime se drejtësia duhet burojë nga kushtetuta dhe jo nga protagonizmi politik, apo etja për karrierë mbi kurrizë të lirive themelore të qytetarëve, është një bindje e palëkundur. Ato çfarë kushtetuta i mbron, shpresoj që në këtë sallë të thuhen me zë të lartë, të arsyetohen nga ju të nderuar dhe të dëgjohen nga çdo shqiptar që ende beson se ligji duhet të mbrojë, jo të sulmojë pabesisht. Të nderuar gjyqtarë gjykatës kushtetuese. Në këtë seancë nuk po shqyrtohet një vend pune. Kjo është një seancë historike besoj, që shqyrton vetë demokracinë, shëndetin e demokracisë shqiptare, themelet mbi të cilat qëndron shteti ynë, Republika jonë. Që nga dita kur miratuam Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe pranuam demokracinë si vlerën më të lartë të ushtrimit të pushtetit nga sovrani, nga populli pra, të gjithë ne qytetarë, politikanë në punës së shtetit, edhe ju të nderuar gjyqtar, jemi betuar me dorë në zemër për ta respektuar dhe për ta mbrojtur këtë vlerë kaq të lartë. Ne jemi betuar se do mbrojmë demokracinë, jo që do ta përdorim atë për interesat kohës. Ta ruajmë si pasurinë më të shenjtë të Republikës, jo ta sakrifikojmë për një llogari të vogël të një momenti, për rahati politike apo për urdhra të përkohshëm që bie ndesh me ligjin e përjetshëm të drejtësisë. Kjo është çështja gjyqësore që do përcaktojë një herë e mirë, nëse pushteti do t'i përkas ende qytetarëve, apo do t'u merret atyre në mënyrë të fshehtë dhe hileqare, pas perdeve të caluara me nene dhe gërma të ligjit. Nëse ligji do të përdoret për ta mbrojtur demokracinë, apo se ligji do të përdoret për ta përmbysur në emër të një formaliteti.